Një kohë të shkurt ne kemi gjetë që janë 6.000 kamera në gjithë territorin e Kosovës, që janë të hapura në internet. Agjencia i obligon bizneset, shtëpitë private me largu kamerat, me ndalu proponimin e tjerë. Pse kemi kalu fillimisht në kaos të tillë e çka duhet me bëu tash? Na kaosin e kemi gjetë Kreshnik. Domethënë kur kemi fillu, kur është funksionalizuar agjencia, na kemi gjetë një situatë të tmerrshme të përdorimit të kamerave dhe pikërisht mbas 6 muajve të funksionalizimit të operimit tonë, na kemi fillu me komunat punoj, me institucionet dhe kemi ndaluar në gjitha komunat e Kosovës, përjashtu komunat serbe në veri, kemi ndalu që ato domethënë kamerat e vendosura që janë në sheshe publike të mos jenë më nën monitorimin e tyre, por t'i kalojnë policisë së Kosovës, si vetmi autoritet në vend që ka të drejtë mbi këshirjen e kamerave në sheshe publike. Është me të vërtet kaos shumë i madh, ajo që ka shqetësuese është që qytetari ende nuk është e kuptuar që në momentin që jeni në lokal, nuk e sheh një kamerë, por nuk e sheh një shaj, e ka shumë të lehtë për me na kontaktu. Një numër telefoni pa pagesë kemi. Edhe veç me lajmëru, sepse vetëm kështu ne mund t'i ndalojmë. Pse po e them këtë? Sepse ato kamera shumica kanë edhe Z. Nuk po them shumica, por na kemi pas raste kur prej mediumeve jemi njoftu që ka qenë kamera me Z. Tani, na jemi në një fazë që kemi bërë një hap shumë të madh në raport edhe me kamerat, që unë e shoh një mekanizëm shtesë, jo unë e shoh, por ne kemi krijuar një mekanizëm shtesë shumë të nevojshëm, shumë frymëdhënës që do të jetë, që është një platformë e cila do të na detektojë rrjedhjen e dhënave personale të qytetarëve në internet të hapur, por edhe në rrjetin e zi. E kjo platformë na mundson pikërisht edhe identifikimin e kamerave. Për një kohë të shkurt ne kemi gjetë që janë 6.000 kamera në gjithë territorin e Kosovës, që janë të hapura në internet. Domethënë që dikush me një klikim të tash unë jam juriste dhe nuk di të bëj këto punë teknike të një IT-je, por një IT thjesht e ka shumë të lehtë të hyjë dhe të gjej IP-n dhe përmes IP-s, domethënë që është numri identifikues i kamerës, të hyjë dhe të shoh kamerën shumë, domethënë pamjet që mirën nga ajo kamerë shumë lehtë. E kjo është shqetësuese, sepse këto kamera mund të jenë të vendosura edhe në sheshe publike, edhe në institucione, edhe në kompani, që kompanit i vendosin për qëllimin e rujtjes sigurisë tyne të pronës edhe të njerëzve, por edhe në shtëpia private. Dhe kur kemi tani të shtëpit private, ne kemi edhe një hap shtesë që duhet ta ndërmarrim, sepse ne nuk kemi të drejtë që t'ju hyjmë njerëzve në shtëpi, nuk kemi autorizime ligjore, por mund t'i kontaktojmë dhe bashkëpunim me policinë, tashmë që jemi dakurduar që nëse kemi raste të tilla, t'i njoftojmë qytetarët që të mos i përdorin kamerat e tilla të hapura.